revolucioni flamingove. Si kryeministër e konsideroi këtë protestë një mesazh të rëndësishëm për mua dhe për qeverinë time. Po dëgjoj dhe po përpiqem ta kuptoj këtë mesazh me shumë kujdes, jo duke numëruar njerëzit në rrugë, por e jo duke matur hashtaget, por duke u përpjekur për të kuptoj shqetësimet, ankthet, shpresat që i sollën njerëzit aty. Qeveria që rresht së dëgjuar, rresht së qeverisuri. E çfarë do lloj konkluzioni që ne kemi arritur tashmë për vetë çështjes? Në fakt, nuk mund të themi që, domethënë, ka arritje të një gjëje të vlefshme, sepse ka pjesë në transformim demokratik të Shqipërisë, sepse kemi jetuar në një kohë ku protesta nuk lejoheshin, marrëveshja ishte e detyrueshme, dakurësia ishte e detyrueshme, dhe erdhëm në një periudhë ku protestat u bën të rrezikshme, në të njëjtin bulevard ku flamingot festojnë lirinë, kishim njerëz që u vranë, protestues të cilët humbën jetët. Jo shumë kohë më parë. Por ajo çfarë dua të them është se pas gjithë kësaj të mire erdhi e keqja. Modeli biznesi, protesta hyri në makinerinë e amplifikimit algoritmik dhe u shndrua në arenën e aktorëve dashakeq. Realiteti kërkonte një binjak digital. Çdo zë u shndrua në rekomandim, çdo egzagerim u shndrua në angazhim, çdo reagim emocional u bë një tjetër sinjal që platformat të prodhonin edhe më shumë nga njëjta gjë, dhe çdo nuancë u zhduk, konteksti u zhduk, kompleksiteti u zhduk. Dhe protesta online ndërkohë nuk po përshkruante protestën, por ishte një demonstrim më i madh, më i thjeshtë, më i zemruar, dhe në fakt më tej miliona njerëz të cilët nuk kishin vënë as këmbën në Shqipëri, nuk përjetuan me demonstratën, por interpretimin e algoritmit të kësaj demonstrate dhe realiteti digital u bë më ndikues se sa i fizik. Dhe kjo është e shëmtuar, ajo qytetarët, jo protesta, shtrembrimi, zëvendësimi i realitetit përmes optimizimit, dhe kjo nuk është një histori vetëm shqiptare. Komenti i fundit. Demokracitë janë duke dëmtuar veten, kam frikë deri në një pikë mos kthimi, sepse demokracitë të mëdhat, duke filluar që këtu e në vendet të tjera të mëdha, ku nuk ka dyshim që ka demokraci në veprim, ende nuk kanë gjetur kurajon për të bërë dallimin midis